Unë gjithmonë jam optimist. Pa vija të kuqe hyri e duket se me një X doli. Zgjidhja që u synua në tavolinë sy më sy mes liderit të partisë së parë Albin Kurtit me të dytës Bedri Hamzës, duket që nuk u gjet në takimin e parë e madje mund të mos ketë hiç një të dytë. Kreu i Partisë Demokratike nuk la të hapur gjasa që të llogaritet në votat e këtij subjekti. Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses Zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet, se përveç Partisë Demokratike të Kosovës, në Kuvendin e Republikës Kosovës janë edhe 98 deputet. Barën për këtë ja la krejt vetëvendosjes si e vetmja domosdoshme për të zgjedhur edhe i pari vendit. Gjitha parti tjera politike nuk mundën me zgjedh presidentin pa lëvizjen vetëvendosje. Ndaj, megjithse bisedën e cilësoi korrekte bashkëpunim, tha se mund të kenë veç në kuvend për çështjet në interes të vendit. Çka u fol brenda nuk dihet, por derën të mbyllur nuk e pa Kurti, që vlerësoi se ekziston gatishmëria për të gjetur qare. Kaloj në atmosferë të vullnetit, të interesimit për t'i dhënë institucione të reja Republikës së Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit. Aktualisht nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur. Megjithatë, misioni për ta bërë vendin me shef shteti del sërish të jetë i zorshëm, duke mos i përfshirë edhe votat e aleancës, për refuzimin nga të cilët duket t'i ketë mbetur hatri Kurtit, ani se në diskutimet e kaluara nuk i pati ftuar hiç. Nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua. Me këdo që do t'i vazhdoj takimet, do të kërkohet një emër konsensual për president. Dikush që është përtej polemikave të skenës aktuale. Post për këtë pozit nuk u dha informacion nëse oferta do të ketë edhe për hise në ekzekutiv, derisa nuk u dha as datë se kur do të thirret seanca konstituive, me që kjo periudhë u emërtua si fazë konsultimesh.